Qeveria synon të rikthejë skemën e kompensimit të TVSH-s në bujqësi, por jo përmes faturave të blerësve. Në skemën e re propozohet që fremerët të kompensohen me 10% të TVSH-s së paguar për blerjen e inputeve bujqësore. Prej vitit 2019 deri në dhjetor 2021, TVSH-ja për inputet bujqësore ka qenë 0. Projektligji për tatimin mbi blerjen e shtuar në Republikën e Shqipërisë përcakton se norma e kompensimit të prodhuesve bujqësor prej 10% ka si qëllim të kompensojë ata për një pjesë të TVSH-s që paguajnë për inputet në funksion të realizimit të prodhimeve të tyre bujqësore. Kompensimi prodhuesve bujqësor me normë fikse është një mekanizëm i TVSH-s për ata fermerë që nuk i nënshtrohen TVSH-s dhe si të tillë as nuk ngarkojnë TVSH-n për blerësit e produkteve të tyre bujqësore, por as kanë të drejtë të zbresin TVSH-n e paguar në blerje. Mënyra e propozuar me këtë projekt ligj është ajo nëpërmjet administratës tatimore. Mënyrë kjo e aplikueshme edhe nga vendet e tjera, si Franca dhe Greqia. Duke qenë se skema e kompensimit me rimbursim nëpërmjet administratës tatimore do të zbatohet për herë të parë në funksion të mirë administrimit, propozohet që skema të kufizohet duke përcaktuar që blerësi i produkteve bujqësore duhet të jetë një person i tatueshëm i regjistruar për TVSH-n, i cili ushtron aktivitet si grumbullues ose proponues i produkteve bujqësore apo agroturizëm i certifikuar sipas legjislacionit në fuqi për turizmin. Vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor që kanë zgjedhur të aplikojnë këtë skemë janë Bosnja-Hercegovina me një normë kompensimi prej 5%, si dhe Kosova, Serbia dhe Malizi, të cilat kanë një normë kompensimi prej 8%, ndërsa në vendet e Bashkimit Evropian që aplikojnë këtë skemë, norma e kompensimit varion nga rreth 2 deri 12%.